Po, bizneset janë të përballë vazhdimisht me probleme të natyrave të ndryshme. Vitin e kaluar kemi pas problemin e energjisë elektrike, tregun e daljes në tregun e lirë të energjisë elektrike. Këtë vit kemi çështjen e ngritjes çmimeve për shkak të luftës së Iranit. Kemi ballafaqime të vazhdueshme me sfida, po normalisht po mundohemi me u përballë që me vazhdu me prodhu dhe me rrit prodhimin sa më shumë këtë vend. Po, prodhimi vazhdimisht është të mundu me zgjeru kapacitetin e vetë prodhues, normalisht edhe rritjen e numrit të konsumeve. Fatmirësisht, produktet tona janë të certifikuara me standarde ndërkombëtare dhe kanë depërtuar në tregun evropian. Konkurrueshmëria është ajo që ka të bëjë me çmimin, domethënë në rastet kur kemi situata të ngritjeve të çmimeve të landeve të para edhe të faktorëve të cilat mund ndikojë qeveria, qoftë direkt ose indirekt, ajo është e mirëseardhur në mënyrë që mos të humbi tregun jashtë. Nuk pa ende diçka konkrete deri më tani. Në bazë kryesore kemi importin, nga dhanat e importit shohim që ka mundësi shumë të madhe të zgjerimit të përpunimit të produkteve dhe nënprodukteve të tjera. Po, në përgjithësi, një prej sfidave kryesore që jemi të ballafaqur kohën e fundit është sigurimi qëndrueshëm me energji elektrike, ku një pjesë e bizneseve ka ndërprerje të energjisë elektrike dhe kjo normalisht ndikon edhe në proceset të prodhimit, në rritje të kosteve dhe na çka po kërkojmë me kriju alternativa të furnizimit të energjisë elektrike, sikur që është rasti përmes turbacionit të gazit nga Shkupi edhe përdorimit të gazit amerikan.